Kiara nuk ja fal tradhtin Luizit. Në një emision, moderatorja Kiara Tito u shpreh hapur për qëndrimin e saj ndaj tradhtisë. Ajo tha se nuk do ta falte një akt të tillë nga bashkëshorti i saj Luizi dhe se do ta përjetonte rënd një situatë të ngjashme. Deklarata e saj vjen në një moment kur në media të rozë kanë qarkulluar zëra për flirtime të mundshme të Luizit gjatë një qëndrimi në Prishtinë. Edhe pse asgjë nuk është konfirmuar, tema ka zgjuar interes për shkak të profilit publik të çiftit.